18 vjeçari që e goditi për vdekje gruan e moshuar një ditë më parë së bashku me babain e tij janë arratisur jashtë vendit. Ministria e Punëve të Brendshme bën me dije se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në lidhje me aksidentin e djeshëm të trafikut në rrugën Arodhen Front në Shkup, ku 18 vjeçari SS e goditi 79 vjeçaren LJ dhe e njëjta nga lëndimet e marra ndërroi jetë, ndërsa shoferi iku nga vendi i ngjarjes me automjetin Volkswagen Passat. Policia ka arrestuar 2 persona që kanë ndihmuar në arratisjen e tyre, ndërsa për 2 të arratisurit kanë lëshuar flet arrest. Shoferi SS-18 dhe babai i tij BS-45 me ndihmën e SHP-45 dhe AJ-53 nga Shkupi dje u larguan nga vendi. SHP dhe AJ u privuan nga liria dhe kundër tyre u ngrit kallëzim penal në Prokurorinë Publike të Shkupit, por veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale. Për të riun rëndojnë 2 vepra penale. Kundër shoferit SS-18 është ngritur kallëzim penal për krime të rënda kundër sigurisë dhe njerëzve dhe pronës në trafik dhe për mosdhënie ndihmë personit të lënduar në aksident trafiku dhe po merren masa për gjetjen e tij dhe të BS. Për të 2 personat është lëshuar urdhër arresti. Identifikimi i autorit të veprës penale, tregon policia, është bërë përmes kamerave të qytetit të sigurt dhe kontrolleve shtesë të kamerave të ndërtesave përreth, si dhe deklaratave të dëshmitarëve. Është vërtetuar se automjeti ka qenë në pronësi të babait të 18 vjeçarit. MPV gjithashtu njofton se automjeti Volkswagen Passat, me të cilin është goditur gruaja, dhe automjeti Mercedes, me të cilin SS dhe BS janë larguar nga vendi, janë sekuestruar në stacionin policor dhe është njoftuar prokurori publik për procedura të mëtejshme.